Dy herë kampion dhe dy herë finalisti i Kupës së Maqedonisë së Veriut, klubi i futbollit Struga Trimlum është duke i bërë para përgatitjet e duhura për fillimin e përgatitjeve për sezonin e ri 2025-2026 në Ligën e Parë të futbollit vendor. Drejtuesit e klubit fillimisht kanë angazhuar Bledi Shkëmbin për përgjegjës të stafit teknik të ekipit, ndërsa kanë vazhduar bashkëpunimin me disa lojtarë, ndërsa me disa lojtarë të tjerë kanë ndërprer bashkëpunimin. Sa i përket prurjeve të reja apo më mirë thënë përforcimeve, ata priten të zyrtarizohen deri më 30 qershor, kur ekipi zyrtarisht do të fillojë përgatitjet për sezonin e ri, nën urdhrat e shefit të stafit teknik Bledi Shkëmbi. Sipas drejtorit sportiv në klubin e futbollit Struga Trimlum, Besar Isaku, të gjitha fazat përgatitore do të zhvillohen në Strug, ku edhe do të zhvillohen edhe disa ndeshje kontrolluese me ekipe të cilat do të përgatiten në qendrat sportive në Strug dhe Ohër. Duke u bazuar në angazhimin e shefit të ri të stafit teknik, klubi i futbollit Struga Trimlum në kampionatin e elitës së futbollit vendor, qëllim parësor ka krijimin e një grupi të shëndosh që do të jetë konkurrues për kreun e tabelës.